E shikus dashën, ora është 8:01. Tashmë jemi në pjesën tjetër të studios, unë e paralajmërova veç se në pjesën e parë që kemi me diskutu për turizmin në Kosovë. Nuk është një temë që nuk diskutohet, nuk është një temë e cila nuk përmendet, po me u përmendet dhe me u trajtu jëm, po besoj që dy gjana goxhat ndryshme nëse dim me bo dallim. Me u përmendet dhe mos me u ndërmarrë kur gjë, mandej është një pjesë tjetër. Edhe e kemi përmenë shumë shpesh Shqipërinë kohëve të fundit me kekën, që Shqipëria është shembull, po besoj për shtetet fqinje që i kemi, për mënyrën se si mundohet me e promovu Shqipërinë, me nxit turizmin, edhe dim që të paktën në 2024 ka pas mbi 10 milion turist. E këtu e kemi profesorin Halil Bajrami, me cilin do të diskutojmë më tepër rreth çështjes së turizmit në Kosovë, si është gjendja, çka duhet të ndryshohet dhe në realitet të nisim prej bazës. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Çka është turizmi? Sepse unë e përmenda në fillim, e diskutojmë, e përmendim, po pak trajtohet çështja e turizmit në Kosovë. Faleminderit. Fillimisht shfrytëzoj rastin të ju përshëndes edhe shikus të emisionit tuaj. Lidhur me pyetjen çka është turizmi, mund t'ju them në pika të shkurtra. Turizmi është një sektor mjaft i rëndësishëm i ekonomisë së një vendi, por edhe i shoqërisë së atij vendi, i cili ka burime të mjaftueshme për zhvillimin e llojeve të caktuara të turizmit. Nëse vështrojmë turizmin në Kosovë, atëherë lirisht mund të themi se edhe Kosova ka burime të mjaftueshme për zhvillimin e llojeve të caktuara të turizmit. Dikush nga publiku apo institucionet të ndryshme mund të thotë po Kosova nuk ka det. Është e vërtet që zyrtarisht Kosova nuk ka det, po fal investimeve të bëra në infrastrukturën rrugore, lirisht mund të themi se edhe Kosova e ka bregdetin e vet në shtetin tonë amë shqiptar. Dhe infrastruktura rrugore ka shkurtuar kohën që nga Prishtina mund të themi tash për 2 orë shkojmë në plazhet tona kombëtare që i kemi në Shqipëri. Pra edhe pse ne zyrtarisht nuk e kemi detin, kemi burime të tjera të cilat mundsojnë zhvillimin e llojeve të caktuara të turizmit. Dhe nëse fokusohemi në një lloj që është mjaft aktual dhe mjaft i kërkuar në tregun turistik, shembull turizmi dimrolo-sportiv, Kosova ka burime të pakrahasueshme në raport me rajonin ose vendet rajonale. Dhe me burimet të cilat i ka Kosova, mund të themi se në Kosovë kemi kapacitetet të cilat mund të pranojmë skitar ose adhurues të skijimit me qindra mira. Por, fatkeqësisht ende këto kapacitete, gjithsesi këto burime turistike të këtij lloji të turizmit nuk janë në funksion, por edhe nuk janë konkurrente në tregun e lirë, jo vetëm kombëtar, por edhe rajonal dhe evropian, për pranimin e këtyre turistëve ose këtyre sportistëve të cilët janë të pasionuar për skijim. Dhe kjo bën që edhe ky lloj turizmi ose ky lloj aktiviteti sportiv të futet në ambrellën e sektorit të turizmit. E ku qëndron ngecja? Ku po ngec turizmi në Kosovë? Turizmi është një sektor mjaft i ndihshëm dhe varet shumë edhe nga zhvillimi i sektorëve të tjerë, dhe nëse vështrojmë në aspektin shkencor, por edhe profesional, lirisht mund të themi se turizmi është një sektor multisektorial, sepse për zhvillimin e vet si sektor, ai kërkon zhvillim edhe nga sektorë të tjerë, duke filluar nga transporti, që kemi transportin turistik, për të pasur një transport turistik të organizuar, neve na nevojitet të kemi infrastrukturë rrugore të zhvilluar e cila ndihmon transportin turistik. Pasandej, kemi sektor të tjerë, për shembull, krahas sektorit të transportit, kemi edhe sektorin e akomodimit. Ne si Kosovë, për shembull, kemi vështirësi ose kemi kapacitetet të kufizuara sa i përket zhvillimit të sektorit të akomodimit. Kemi njësi
akomoduse, por fatkeqësisht janë me kapacitete shumë të kufizuara, të limituara të quaj. Nuk kemi shembull një resort turistik që mund të pranon një kërkesë turistike ku grupi mund të jetë për shembull 500 turist, 1000 turist e kështu me radhë. Dhe në zhvillimet bashkohore turistët kërkojnë kushte edhe në akomodim, edhe në transport, edhe në ushqim, edhe në mikpritje, edhe në të gjitha këto, sepse sektori i turizmit, pra po them, është sektor mjaft i ndihshëm. Ngjecje mund të kemi, jo mund të kemi, por edhe kemi, ne për shembull edhe tek vetëdijsimi i shoqërisë dhe institucioneve për rolin dhe rëndësinë e zhvillimit të sektorit të turizmit. Edhe komuniteti, tash trendet e bashkohore të zhvillimit të turizmit janë të fokusuara në komunitet, sepse komuniteti është pjesë e rëndësishme për zhvillimin e turizmit dhe kjo njihet në aspektin shkencor zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm. Dhe ne nuk mund të kemi turizëm të qëndrueshëm nëse nuk e kemi komunitetin e vetëdijshëm për rolin dhe rëndësinë e turizmit që ka në shoqëri dhe ekonomi. Dhe këtu ne duhet të fokusohemi si institucione, por edhe si shoqëri, që ne të vetëdijsojmë komunitetin, por edhe të bashkëpunojmë me komunitetin, institucionet, sektori publik dhe privat, dhe të orientohemi ka modelet e zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm. Unë përmenda vetëm një sektor, siç është sektori i turizmit dimror-sportiv, ose një lloj të turizmit që është turizmi dimror-sportiv, por ne kemi edhe burime tjera shumë atraktive turistike të cilat nxisin kërkesën turistike, jo vetëm të turistëve të brendshëm, por edhe të turistëve rajonal, por edhe të turistëve dhe më gjerë, sepse turisti me mjetet e veta financiare të cilat i kursen në banimin e tij të përhershëm është i interesuar që të vizitoj, të eksploroj sa më shumë vende atraktive turistike. Kosova përveç këtij lloji të turizmit ka mundësi edhe zhvillimin e llojeve të tjera të turizmit. Kemi trashëgimi kulturore e cila është një aset turistik krahas rolit dhe rëndësisë të trashëgimisë kulturore për sektorin e kulturës është shumë i rëndësishëm edhe për sektorin e turizmit, sepse turizmi si sektor dy shtylla kryesore ose bazike për zhvillimin e vetë sektorial i ka trashëgimin kulturore dhe trashëgimin natyrore, apo burimet turistike të trashëgimisë kulturore dhe burimet turistike të trashëgimisë natyrore. Dhe ne këto duhet të shikojmë këto elemente, shoqëria së bashku me institucionet, me ekspertet, me institucionet e arsimit dhe të fokusohemi që ne të bëjmë një plan kombëtar për zhvillimin e turizmit. Krahas këtyre, ne do të identifikojmë edhe organizimin institucional, ose të analizojmë organizimin institucional. A kemi ne organizimin institucional në nivelin e duhur, i cili ka mundësi që të përcjell trendet zhvillimore turistike. Sepse turizmi përveç aspekte që ndikon për shembull në sektor tjerë të zhvillimit dhe varet nga niveli i zhvillimit të sektorëve të tjerë. Duhet të kemi edhe elementin e organizimit institucional, sa sektori publik është i organizuar dhe i përkushtuar për zhvillimin e turizmit, sa sektori privat është i organizuar dhe bashkëpunon me institucionet në sektorin publik. Këtu pra qëndron një zinxhir, të themi ashtu, që duhet të funksionoj dhe ai zinxhir institucional ose ai zinxhir sektorial duhet të bashkëpunojnë mes vete. Sektori privat, unë përgëzoj për investimet që ka bërë. Për momentin, a duket që është i shkëputur? Nuk mund të them që është i shkëputur, por ka mundësi që të jetë më i qëndrueshëm. Dhe ka mundësi që të kemi një organizim më të mirë, duke filluar në sektorin publik, krahas një departamenti që ekziston në institucione në nivelin qendror për zhvillimin e turizmit, në nivelet lokale është ndoshta një organizim pak më i dobët, ose mund të them, mund të ketë ndoshta në komunë që s'kan as zyrtar për turizëm. Dhe këtu duhet të vetëdijsohet shoqëria së pari, duhet komuniteti i biznesit të kërkoj vazhdimisht në institucionet publike që të kemi një organizim, të kemi një analizë, të
kemi një statistikë turistike që është shumë e rëndësishme dhe është tregues shumë i fuqishëm, sepse asnjë sektor i ekonomisë, më së paku turizmi nuk mund të zhvillohen pa një statistikë të mirëfillt sektoriale, në këtë rast pa një statistikë turistike. Mund të pyet dikush po ç'na nevojitet statistika turistike. Statistika turistike është një segment i rëndësishëm, një tregues i rëndësishëm makroekonomik që tregon sakt ku jemi në sektorin e turizmit, ku duhet të shkojmë dhe çfarë duhet të bëjmë. Marr shembull shumë të thjeshtë. Po të na pyet dikush sa kemi kapacitete të akomodimit për kokë të banorëve, që ka Kosova, ne nuk dim të themi, sepse nuk i dim ne sakt sa i kemi kapacitetet e akomodimit. Një tregues tjetër që neve do të na ndihmonte edhe shoqërinë edhe institucionet për Kosovën në përgjithësi për zhvillimin e sektorit të turizmit është për shembull sa janë të hyrat nga turizmi. Me çfarë përqindje të hyrat financiare marrin pjesën e të hyrat e përgjithshme në ekonominë kosovare nga sektori i turizmit. Pasandej, është shumë e rëndësishme për shembull të dihet sa është numri të punësuarve në sektorin e turizmit, sa punësime kemi direkt në sektorin e turizmit dhe sa janë indirekt. Dhe të gjithë këta tregues që nxirren nga një statistike mirëfillt turistike ndihmojnë sektorin publik për hartimin e politikave ose propozimin e masave të nevojshme për sektorin e turizmit, po ashtu ndihmojnë edhe sektorin privat për veprimet me të tjeshme të investimeve në sektorin e turizmit. Pa një statistikë të mirëfillt turistike ne nuk mund të dim çka duhet të ndërmarrim sot ose pas 5 viteve apo në periudhat afat shkurtra, afat mesme dhe afat gjate në sektorin e turizmit. Do thënë, e shihni si zgjidhje, si hapi i parë drejt një turizmi të zhvilluar, e shihni marrjen e statistikave në këto aspekte, sepse po besoj përveç institucioneve, këto statistika do t'i ndihmonin edhe bizneseve dhe afaristëve të ndryshëm, cilët nuk e kanë shumë qartë një pasqyrë të ndryshimeve pozitive që munden me qenë prej investimeve kapitale të tilla, sepse e përmendet çështjen e resorteve, nuk ka një resort në Kosovë që mundet ndoshta me mbulu 500-1000 turistë që munden me ardhë dhe me bo vizita turistike në Kosovë. Kemi pas edhe të ftuar këtu në studio prej federatave sportive që kanë tregu pjesëmarrësit prej 18 shteteve dashnë me i akomodu në hotelet të ndryshme, në zonat të ndryshme, jo shumë afër njëri tjetrit, për arsye të akomodimit, sepse kryeqyteti nuk ofron hotele të tilla cilat kanë kapacitet për me akomodu, jo duke i fajsu bizneset, mirë po ndoshta kjo çështja e këtij zinxhirit edhe mungesave të shumta në këtë zinxhir i bjen edhe deri tek situatat e tilla. Po, unë pajtohem për aq sa kam njohuri që jo vetëm në kryeqytetin e Republikës Kosovës, por edhe në zona tjera ose rajone tjera, por fatkeqësisht edhe në destinacione turistike të caktuara, kemi vështirësi me kapacitetin e akomodimit. Dhe grupi turistëve në përbërje të madhe që mund të vjenë, që ndryshe njihet si turizëm masiv, nuk ka dëshirë që të ndahet nga grupi, të shpërndahet në përnjësi akomoduese, kur janë afër njëra tjetrës është ndoshta normale dhe e kuptueshme, por jo një grupi turistëve që vijen në Kosovë të vendoset në Prishtinë, tjetri të shkoj për shembull në Fushë Kosovë, tjetri të shkojnë në ndonjë qytet tjetër. Pjesë e rëndësishme e turizmit është edhe organizimi i ngjarjeve, siç e përmendet jo federatat sportive. Krahas federatave sportive kemi edhe ngjarje të ndryshme. Kemi lojra për shembull të cilat mund të organizohen, që fatmirësisht Kosova pritet të ketë organizatore lojrave mesdhetare, krahas kapaciteteve të nevojshme për mbajtjen e këtyre lojrave. Ne do të mendojmë këtyre garave të lojrave mesdhetare, ne duhet të mendojmë edhe për kapacitetet e akomodimit, ku do të akomodohen ata, sa do të jenë funksionale shpërndarja e delegacioneve dhe pjesëmarrësve në për qytetet e tjera. Dhe kjo
pengon një farë mënyrë zhvillimin e sektorit të turizmit. Sepse pjesëmarrës ose grupi turistëve i kanë dy mundësi të krijojnë opinion pozitiv për turizmin e Kosovës dhe të krijojnë opinion negativ për mikpritje se vej ndyshim se populli shqiptar edhe në Kosovë edhe në Shqipëri shquhet për traditat e mikpritjes. Mirë po nuk mjafton në turizëm vetëm mikpritja, në turizëm mjafton edhe shoqërimi, edhe ushqimi, edhe informimi, edhe akomodimi, edhe vizitat, transporti turistik. Të gjitha këto janë elementet të ofertës turistike të një vendi. Dhe unë prapë po them, neve na nevojitet si një shoqëri që jemi kosovare, zbashku me institucionet tona të ullëm dhe t'i bëjmë pyetjen e parë vetvetes. Çka po dëshirojmë të bëjmë ne në turizëm? Kur këtë pyetje bëjmë atëherë gjatë përgjigjes do të identifikojmë cilat i kemi mundësi të zhvillimit të turizmit, cilat janë pengesat, cilat janë masat që do të ndërmiren me njëherë. Unë për shembull në sektorin publik, një propozim i imi profesional do ishte të rishikohet organizimi institucional i sektorit të turizmit. A na mjafton neve vetëm një departament të kemi me disa punëtorë që punojnë aty, por a na nevojitet një zgjerim institucional. Rast konkret mund të kemi për shembull organizimin e nivelit qendror të Organizatës Nacionale të Turizmit ose Agjencionit Kombëtar të Turizmit, i cili do të mirret me tërësisht me zhvillimin dhe promovimin e produktit turistik. Derisa Ministria kompetente, respektivisht Departamenti i Turizmit, mirret me krijimin e politikave të favorshme për zhvillimin e turizmit, Agjencioni do të mirret me promovimin dhe me zhvillimin e produktit turistik në bashkëpunim me komunitetin e biznesit. Prapë unë përgëzoj komunitetin e biznesit për investimet që kanë bërë, sepse kanë mund të mos i bëjnë edhe ato investime. Mirë po, problemi qëndron sa kanë arrit ata të jenë me ofertat e tyre në konkurent në tregun turistik. Tregu turistik tash nuk është i izoluar, është treg i lirë, treg i hapur, treg i integruar dhe ne duhet si institucionet të fokusohemi ka oferta turistike rajonale dhe të bëjmë ofertë turistike për shembull për grupe të caktuar të turistëve që të vinë të qëndrojnë disa ditë në Kosovë, disa ditë në Shqipëri, prapo përsëris falë investimeve në infrastrukturën rrugore në të dy pjesë edhe këndej kufirit administrativ me Shqipërinë, pra institucionet e Kosovës, por edhe andaj në pjesën e territorit të shtetit shqiptar, ne kemi bërë investime që neve na ofrojnë tash elementet e produktit turistik të jenë të bashkërenduar. Mund të vjen një grup i turistëve para ditet të bëj plazh në Bregdetin shqiptar, pas ditet vjen të merr pjesë në ngjarje ose aktivitetet turistike në Kosovë, sepse për 2 deri në 3 orë nga Prishtina kemi plazhin larg, që nuk është largësi e papërballueshme ose largësi e cila pengon kërkesën turistike. Kështu që ne duhet këtu të mendojmë, të bëjmë organizimin institucional, të kompletojmë statistikën turistike, të vlerësojmë sa është i rëndësishëm turizmi për sektorin për zhvillimin ekonomik të një vendi, të vijmë bazë të statistikave, të kompletojmë statistikën turistike që ai do të jetë tregues që çka ne do të ndërmarrim në të ardhmen. Statistika turistike krahas ndihmës ose mundësisë që ofron për analiza ekonomike, konkretisht në aspektin makroekonomik, analiza makroekonomike, ajo ndihmon edhe në hapat tjerë që duhet i ndërmerr, për shembull, shoqëria kosovare. Një prej tyre mund të jetë për shembull pagesa e taksës së akomodimit ose pagesa e taksës turistike, ku në vendet të cilat kanë nivel të lartë të zhvillimit të turizmit, taksë turistike paguajnë edhe bizneset tjera, sepse fal grupit të turistëve që vinë vizitojnë Kosovën, edhe atyre ju shtohet
aktiviteti afarist. Marim shembull një qendër tregtare që pjesë e ofertës turistike ose pakos turistike që tur operatorët turistik e lansojnë në treg është edhe një kohë e caktuar e rezervuar që gjuhën angleze quhet shopping dhe vizita e qendrave tregtare. Dhe para mendo tash nëse neve në Kosovë na vinë brenda javës ose muajt themi 50.000, 100.000 turist, këto biznese kosovare do të kenë klient ose konsumator potencial 50 deri 100.000 turist që vinë në Kosovë dhe dëshirojnë të shpenzojnë. Dhe këto është ai zinxhiri që duhet të përfshihen të gjithë sektorët e ekonomisë, por në veçanti shoqëria tjetë sa më aktive, komuniteti i biznesit, në mënyrë që të kontribojmë të gjithë në zhvillimin e sektorit të turizmit. Besoj që në këtë aspekt duhemi me pas më tepër vëmendje sepse ne jemi drejtu tek diaspora jonë si turist, i konsiderojmë ata si turist sezonal, dimror dhe veror, dhe mandej nuk jemi shumë të fokusuar tek benefitet e tjera që mundemi me i pas prej promovimit të Kosovës, njëjta ashtu që e ka bërë Shqipëria, sepse vlen me u përmend se Shqipëria 2-3 vitet e fundit ka marrë hov në promovimin e turizmit me vite të ndryshme, me pagesa, me forma, cilat e kanë kthy jo veç pjesën e Ballkanit, mirë po të krejt Evropës, nga Bregdeti, nga vendet e tjera turistike, edhe shohim që ky numër në vazhdimsi e tutje po shkon duke u rrit. Kemi kapacitet edhe ne në Kosovë, e përmende turizmin dimror, mirë po një lloj turizmi nëse mundimi me qujtë ill ose si që po quhet kohën e fundit, është edhe turizmi dentar. Sepse ka vende, si kur Stamboli, që njihet për estetikën dhe njerëz në barë botës udhtojnë drejt Stambollit për ndryshime të tilla. E dim që pjesë e diasporës tonë, mirë po jo vetëm, tashmë i kthejnë Kosovës për kualitetin, për sigurinë, mirë po në të njëjtën kohë dhe për çmimet e ulta. Kështu që ka shumë gjëra të cilat ne mundemi me i shfrytëzuar edhe me zhvillu, po besoj Kosovën. Tashmë përfund edhe një Po, unë du të kyqem tek ky lloj turizmi që mora shembull Stambollin si turizëm dentar që ofrojnë shërbime të caktuara sa i përket estetikës shërbime tjera, por në literaturën turistike ky lloj turizmi njihet si turizëm shëndetësor. Dhe ne fatmirësisht kemi burime të mira për zhvillimin e turizmit shëndetësor, sepse kemi ujëra termale dhe kemi qendrat e njohura termale që zhvillohet turizmi balnear, siç është për shembull Banja e Pejës, qendra termale në Klokot, qendra të tjera të cilat mund të ngriten. Por krahas kësajna në kuadër të turizmit shëndetësor duhet të ofrohen edhe shërbime tjera shëndetësore që turisti mund të vjen në Kosovë sepse shoqëron edhe familjarin që ka nevojë për ato shërbime mjekësore. Shembull, në qendrën termale mund të kemi njerëz të cilët kanë nevojë të shkojnë bëjnë terapitë dhe qëndrimin për kohë të caktuar në këto burime, në këto qendra termale, por i nevojitet shoqëruesi. Dhe ai shoqërues duhet të ketë një vend atraktiv që kohën e lirë, kur s'ka nevojë të asistoj familjarin për trajtime të ndryshme, të ketë ku mund të del edhe të shijon ose të kalon një kohë të caktuar të kohësve të lirë. Zoti Bajrami, shumë faleminderit. Faleminderit për kohën, faleminderit për këtë informacionet, e të shpresojmë që ky diskutim, këto këshilla dhe këto sugjerime të hyjnë vesh të institucioneve, mirë po edhe në vesh të bizneseve, sepse veç zbashku mundemi me bu Kosovë një vend turistik ashtu që e meriton.